Horoskopi ditor e martë, 14 prill 2026. Dashi. Mendja juaj përqendrohet në ide progresive dhe fusha të mundshme për përmirësim sot, i dashur dash. Mund të jeni në dieni të disa lajmeve ose zbulimeve emocionuese, ndoshta në lidhje me biznesin ose paradh. Mund të dëgjoni për diçka që më parë ishte e fshehur, gjë që ju ndihmon të filloni të mendoni. Me tranzitet e sotme Merkur-Uran, mendjehapuria shpërblehet. Dita e sotme është e fortë për të dalluar intuitën e pastër nga nxitjet e pandërprera. Kjo mund të jetë një kohë zhvillimesh të reja ose ngjarjesh të pazakonta rreth çështjeve të biznesit ose financiare, si dhe njohurive inovative. Drejtimi juaj mund të ndryshojë pak tani si rezultat i ideve ose lajmeve që ju vijnë sot. Jeni shoqëror dhe kurioz. Gjithashtu, çështjet familjare duket se po forcohen dhe mund të ndjeni më shumë përkushtim për të zgjidhur gjërat. Instinktet tuaja për sukses janë të forta tani. Demi. Sot, i dashur Dem, ndjeni të qetë, por jeni gjithashtu të hapur ndaj ideve të reja me harmonizimin e Merkurit dhe Uranin. Ky tranzit shpërblen mendjet e hapura. Është një kohë e mirë për të luajtur me idetë përpara se t'i vini në lëvizje dhe për t'i kushtuar vëmendje të veçantë ideve që duket se ju vijnë papritur. Është një ditë me sinkronizim interesant ose surpriza. Idetë, ëndrat dhe mundësitë e reja shpikse mund të kenë një ndikim të fortë tani. Shikoni miqt dhe aktivitetet në grup për mundësi për t'u përzierë. Mendimi krijues mund të shfaqet ndërsa e lini mendjen tuaj të lirë. Një bisedë, ftesë ose një lajm i dobishëm mund të jetë një surprizë e këndshme. Duket se ka shumë mundësi të hapura për ju dhe energji të mirë për të shkëputur pak nga vetja, duke ju ndihmuar të detoksifikoheni dhe të lironi stresin e akumuluar. Sot keni energji shumë të mirë për një ndjenjë qëllimi dhe angazhime më të konsiderueshme në miqësi ose me projekte. Mund të ndiheni më të përkushtuar ndaj një qëllimi, kauze ose ëndre afatgjatë, të gatshëm të pranoni punën e përfshirë për të arritur aty ku dëshironi të shkoni. Binjakët. Binjak të dashur, sot mund të ketë një pasqyrë interesante në një marrëdhënie dhe mund të shikoni mirë shtresat e fshehura të një situate, projekti ose personi. Mund të përballeni me pakënaqësitë pasi i shihni çështjet nga një perspektivë disi e shkëputur. Është gjithashtu një kohë e mirë për t'u informuar më mirë me ide emocionuese që qarkullojnë. Po i sillni shpikje dhe depërtim unik ditës. Megjithatë, jeni të interesuar për rezultate dhe shpërblime të prekshme. Energji e shkëlqyer është me ju për t'ju ndihmuar të ndjeni një ndjenjë më të fortë qëllimi ose misioni në fushat praktike ose të biznesit. Si të tilla, çështjet e vogla nuk do t'ju rrëzojnë. Ju i keni syt nga gjëra më të rëndësishme. Të organizoheni dhe të mësoni të njihni talentet tuaja janë tema në jetën tuaj tani. Gaforia. Me një tranzit Merkur-Uran sot, ju shihni shumë mundësi, gafore e dashur, dhe kjo ndihet shumë mirë në vend që të jetë e tepërt. Është një kohë e shkëlqyer për të menduar për ide të reja dhe për të bërë plane të reja, dhe miqësitë janë stimuluese dhe të gjalla. Krijimi i rrjeteve mund të çojë në zbulime të dobishme dhe të këndshme. Të shoqet mund të jenë freskuese tani dhe ju mund të shijoni pak ushqim për të menduar. Gjithashtu mund të ndjeni se jeni në një mision sot dhe kjo ju ndihmon të ngriheni mbi tensionin. Projektet ose puna që është veçanërisht domethënëse mund të jenë në rrënjë të kësaj, ose keni ndjesinë se po punoni drejt diçkaje thelbësore dhe të kënaqshme. Luani. Mund të ketë mundësi të mira për të komunikuar dhe për të lidhur me të tjerët sot, i dashur Luan, me Merkurin në harmoni me Uranin. Je më intuitiv këto ditë dhe sot ndihesh mirë që e hap mendjen, edhe me tema të ndërlikuara. Çështjet e biznesit dhe të karrierës mund të përmirësohen me kërkime dhe zbulime. Ke shumë kanale për vetëshprehje në dispozicion sot. Të tjerët janë më bashkëpunues, vlerësues dhe tolerantë se zakonisht. Planifikimi afatgjatë mund të jetë më tërheqës dhe shpërblyes sot, veçanërisht në çështjet financiare, emocionale ose të shëndetit mendor. Mund të ndihesh shumë i përkushtuar për të marrë kontrollin e gjërave në jetën tënde personale dhe kjo ndjenjë e një misioni mund të ndihmojë të ngrihesh mbi problemet e fundit. Ka energji të mirë për optimizëm dhe inovacion. Mund të shijosh njohuri të reja dhe një ndjenjë të vërtetë se mund të kapërcesh problemet që kanë penguar progresin tënd. Virgjëresha. Hëna e kalon ditën në sektorin tuaj të partneritetit, virgjëresh e dashur, duke vënë në qendër të vëmendjes nevojat tuaja të marrëdhënies.
Nuk është koha më vendimtare e muajit hënor, por është një periudhë e mirë për të marrë në konsiderat perspektiva të tjera. Gjithashtu, motivimi juaj është i fortë dhe puna, detyrat ose rutinat mund të lullëzojnë si rezultat. Ndërveprimet me njerëzit afër jush mund të jenë të gjallëruara dhe stimuluese. Bisedat janë të hapura, të sinqerta dhe zbuluese në mënyrë freskuese. Është një kohë për të mësuar ose për të mësuar diçka të re dhe ndoshta për të fituar frymëzim duke eksperimentuar me aktivitete alternative ose të jashtëzakonshme. Je në formë të shkëlqyer për të konsultuar me të tjerët, për të rritur kuptimin tënd për një person të veçantë në jetën tënde ose për të dalë me ide të reja të guximshme për të ardhmen. Shkëputja pak nga një situatë i jep asaj një kthes argëtuese dhe pozitive. Gjendja shpirtërore është kryesisht optimiste dhe mund të keni një ndjenjë të vërtetë se të tjerët janë në anën tuaj. Angazhimi ose përkushtimi ndaj një personi ose një kauze mund t'ju bëjë të ndiheni shkëlqyeshëm për veten dhe të ardhmen tuaj. Peshorja. Energjitë e sotme janë të forta për të sqaruar diçka ose për të çliruar tensionin, peshore e dashur. Mund të fitoni njohuri të vlefshme ose të bëni zbulime unike në lidhje me shëndetin, punën, zakonet dhe çështjet rutinë. Mendimi juaj është përpara kohës dhe mendja juaj mund t'ju çojë në vende të pazakonta sot. Mund t'i shpërfillni lehtësisht shqetësimet dhe sfidat e vogla të jetës dhe ndihet mirë ta bëni këtë. Ka të ngjarë të shijoni energji pozitive ndërsa ndiqni rutinat tuaja të përditshme ose në punën tuaj. Surprizat e këndshme mund të rrethojnë marrëdhëniet intime ose lidhjet. Angazhimi dhe përkushtimi ndaj punës ose qëllimeve tuaja afatgjata mund të jenë të forta, duke ju dhënë një ndjenjë të mirë misioni dhe diçka për të cilën të punoni. Akrepi. Tranzitet e sotme janë të forta për të shijuar marrëdhënie më të lira dhe më pranuese me njerëz të rëndësishëm në jetën tuaj, i dashur akrep. Mund të jeni duke i kushtuar më shumë kohë ose energji ndihmës së të tjerëve dhe duke i bërë gjërat të ecin pa probleme në jetën tuaj personale. Me Mërkurin dhe Uranin që harmonizohen në sektoret tuaj të marrëdhënieve, mund të shfaqet një mirëkuptim ndërsjellë ose bisedat stimuluese mund të jenë në qendër të vëmendjes. Gjithashtu mund të dilni me një plan ose ide të re emocionuese. Mendjet po hapen ndaj mundësive të reja sot dhe kjo mund t'ju ndihmojë të zgjidhni problemet. Një zhvillim me një person të veçantë në jetën tuaj mund të shkaktojë një devijim ose një ndryshim, por gjithashtu mund të jetë shumë i mirëpritur. Keni një mision më të madh dhe qëllime më të mëdha që ju ndihmojnë të ngrini moralin mbi problemet e fundit. Këto ka të ngjarë të sillen rreth planeve për aventura më të gjera, të mësuarit, botimin dhe ndoshta romancën. Konsideroni mënyra për të përfituar nga ekuilibri i mirë midis praktikës dhe optimizmit që ju ofrojnë tranzitet e sotme. Shigjetari. Hëna e kalon ditën në sektorin tuaj të shtëpisë dhe familjes, i dashur shigjetar, duke ju prirur të shijoni aktivitetet të njohura, por mendja juaj është e hapur ndaj mundësive. Në fakt, sot mund të ketë një sqarim të këndshëm të ajrit ose një përgjigje për një pyetje që ju bën të ndiheni më të fortë dhe më të sigurt. Ndiheni miqësor dhe ndoshta kërkoni disa reagime nga dikush i veçantë. Të tjerët janë bashkëpunues. Puna dhe zakonet kërkojnë një qasje inovative tani dhe dëshira për të bërë ndryshime është e fortë. Idetë për ta bërë këtë mund të vinë sot dhe ato janë çuditërisht unike. Të qenit i hapur dhe i hapur me familjen mund të jetë shpërblyes tani, ose po i qaseni ndërveprimeve tuaja në një mënyrë të re dhe të freskët. Arsyetimi i gjërave vjen më lehtë se zakonisht sot, ndërsa Mërkuri dhe Urani harmonizohen. Ky tranzit inkurajon të menduarit dhe bisedat krijuese dhe progresive. Po lini gjërat të shkojnë dhe po ecni përpara, të paktën në një nivel mendor. Përmes bisedave dhe realizimeve të sinqerta, mund të arrini në një vend me një kuptim shumë më të madh. Mund të zbuloni një metodë ose pajisje të re që i shton pak freski ditës suaj. Bricjapi. Me hënën në shtëpinë tuaj të 3 diellore gjatë gjithë ditës, i dashur bricjap, dëshira juaj për të ndarë dhe komunikuar del në plan të parë. Energjitë e sotme janë të forta për frymëzim dhe për të zbuluar nevoja ose dëshira që më parë nuk i keni pranuar. Njerëzit tërhiqen nga perspektiva juaj unike dhe ju mund të ofroni të tjerëve disa udhëzime unike. Bisedat e hapura dhe të sinqerta mund të jenë në fokus sot. Përpjekjet për të mësuar ju sjellin gëzim dhe kanalet e komunikimit hapen. Lajmet nga një person i dashur mund të jenë këndshëm të papritura. Ju tërhiqeni drejt zgjidhjeve më praktike për problemet dhe drejt projekteve ose përpjekjeve konstruktive.
Tranzitet e sotme mbështesin progresin e kënaqshëm në projektet e dashura për zemrën tuaj dhe, me më shumë kuptim, jeni edhe më të përkushtuar. Ujori. Me sekstilin e Mërkurit me Uranin sot, i dashur ujor, mendimi dhe meditimi i lirë mund t'ju çojnë në vende krijuese. Ide progresive se si ta bëni veten të ndiheni më të sigurt ose rehat mund të shfaqen sot. Një atmosferë e hapur dhe e ndershme me të dashurit mund të nxjisë biseda të shëndetshme, bashkëpunim dhe zgjidhje për problemet. Mund të arrini në disa përfundime dhe ide shumë interesante. Jeni në formë të mirë për përmirësimin e shtëpisë, blerje interesante dhe zbulimin e shijeve dhe interesave të reja. Shkëputja nga një situatë për një periudhë mund t'ju ndihmojë të fitoni një perspektivë të re. Jeni në një pozicion të mirë emocional dhe përfshirja në qëllime afatgjata mund të jetë motivuese, kryesisht e lidhur me punën dhe përmirësimin e financave tuaja. Besimi dhe gatishmëria juaj për të punuar drejt qëllimeve tuaja ndikojnë pozitivisht në të ardhurat tuaja personale, karrierën dhe shëndetin. Peshqit. Hëna e kalon ditën në shenjën tuaj, të dashur peshq, dhe planet tuaja personale dhe nevojat emocionale janë në plan të parë. Mund të hapen rrugë të reja emocionuese për të shprehur veten, për të lëvizur ose për të lidhur, ndërsa Mërkuri harmonizohet me Uranin. Mund të shfaqet mundësia për të shijuar biseda rreth gjërave që ju interesojnë vërtet. Mund të krijoni lidhje të vlefshme ose të merrni një ftesë. Përdorimi i fuqisë së fjalëve për të tërhequr atë që dëshironi ose për të çuar përpara interesat tuaja funksionon më mirë për ju tani. Mund të ketë mundësi të mira për produktivitet krijues, marrëdhënie kuptimplote dhe përparim personal. Energjitë e sotme janë një përzierje e lojës dhe punës për ju, dhe gjetja e ekuilibrit të përsosur midis këtyre dy gjërave mund të bëjë një ditë të suksesshme. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.